Sezoni vjeshtës, por edhe ai i dimrit në Korçë janë mjaft të frekuentuara nga turistët vendas, por edhe mjaft të huaj. Sipas të dhënave nga operatorët turistik, muaji tetor është plotësisht i rezervuar, ndërsa kanë nisur edhe prenotimet për festat e fundvitit. Sezoni i vjeshtës dhe i dimrit po ashtu është një sezon i artë për Korçën, prandaj jo vetëm për muajin tetor që ne jemi në kapacitetet maksimale, por po ashtu kanë filluar dhe prenotimet e vitit të ri dhe mund të themi që deri në këto momente që flasim, jemi diku tek 50% të rezervimeve për fundvitin. Në qytet sheh grupe të ndryshme turistësh të huaj, të cilët janë mjaft të interesuar për të vizituar të gjitha vendet historike dhe kulturore, e sidomos për të njohur më shumë njerëzit. Koha është shumë e bukur tani, ndërsa koriku e gushti janë mjaft të nxehtë, prandaj zgjodhëm këtë stinë e cila ka diell, por ka edhe të gjitha ngjyrat e vjeshtës. Korça më duket shumë interesante, shumë e ndryshme nga qytetet tona në Gjermani, por shumë origjinale. Jam nga Gjermania. Më shumë më pëlqejnë njerëzit, janë shumë miqësor, të përshëndetin. Unë jam duke udhëtuar me një mikrobus në të gjithë Shqipërinë dhe kudo njerëzit kanë qenë shumë miqësor. Më pëlqen shumë edhe ushqimi dhe natyra. Ju keni një natyrë të mrekullueshme, malet, liçenin e Ohrit, detin, është shumë i bukur. Për shkak të paketave turistike, mësojmë se në Korçë janë prenotuar të gjitha hotelet dhe bujtinat edhe për muajt maj dhe shtator të vitit të ardhshëm. Muaj maj dhe shtator për 2026 janë në kapacitete maksimale në dijenin time në të gjitha hotelet e Korçës. Gjatë vjeshtës e dimrit, në Korçë organizohen edhe një sër aktivitetesh kulturore, të cilat e bëjnë edhe më të këndshëm qëndrimin për vizitorët.